Në sejdë tonë, leximin e Kuranit dhe çdo punë të mirë, Allah na pranon. Allah na I mbush zemrat me iman dhe me besim. Bori shumë përshtypje kur foli hoxha më përpara, kur thatë personi që kishte ardhur në xhami dhe në 10 ditë ishte falë dhe kishte ikë. Muhabeti është po nuk hyni imani, besimin në zemër, po nuk depërtojnë në zemër, nuk kemi gjomë të rezi. Duhet vëllezër dhe motra që imani, besimi të depërtojnë në zemër. Dhe zemrën arabisht e quajnë kalbun, diçka e ndryshueshme. Nuk është stabile, nuk është e qëndrueshme. Pra jep xhami, elhamdulillah, gjo apo falmi, bëj ruku, bëj sejdë, lutesh Allahut, mushet zemra me iman, me besim, je gati me bo çdo gjë, sepse zemrën e ketë karikume. Momenti që ne bëjmë gjunafe, bëjmë mëkate, bjerë imani, edhe mrapa bëjmë edhe gjunafe, gjunof pas gjunafe kështu me radhë. Prandaj po shohim Kur'anin famullar, thotë yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Në ditën e gjykimit, në botën tjetër, nuk bën dobi pasuria, shof kush shof. Pasuri me pas sa me pas. As fëmia nuk bën dobi, nuk bën dërman. Përveç kush është I madhi Zot, përveç atij personi që vjen me zemër të pastër, shëndetshme, shëndosh, pra ka pas iman, ka pas besim, ka qenë I sinqert me Allahun, e ka dashur Zotin me gjithë zemër. Dhe kjo është shumë e rëndësishme vëllezër dhe motra që imani jon, pra besimi jon të depërtojë në zemrat tona. Po qenë sinqert me Allahun, Allahun nuk ka për të në mbartën. Sigur se ti I sinqert, edhe Zoti ka për një mua. Në jetë, në këtë botë dhe edhe në ahiret, në botën tjetër. Prandaj po shohim nga duat e profetit alayhis salam, thoshte Allahumme inni es'eluke qalben selima. O Zot, u kërkoj një zemër të pastër. Pra një zemër të pastër, me besim. Jo duke besu ka I Zot tu, po janë dhe ca vene të mira tim ato. Nuk o zemër pastër kështu. Duhet besoj që vetëm Allahu, ai të ndihmon. Do tjerë mbrapa është me humbon kokë. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam, një hadith që e transmeton Imam Muslimi, thotë dëgjoni me vëmendje dhe mësoni këtë hadith. Mësoni. Shohtë dhe shik. Inna Allahe la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Çfarë thotë profeti alayhis salam? Thotë Allahu nuk shikon ke paraqitja juaj. Sa I pashëm je. Nuk shikon trupat tuaj. A je I madh, a I shëndosh, a I dobët. Por çfarë shef? Por profeti alayhis salam tha, shikon zemrat tuaj. Allah ta shpërblet. Pra shikon zemrat. Dhe shikon punën. Prandaj vëllezër besimtar, e brezme jonë është më e rëndësishme se e jashtme. Ne shkojmë zbukurona pasur rregullona, sikur na shofi që jemi me pak me paraqitje të bukur. Zoti nuk shef pamjen, sigurisht e pamja është, por shef në zemër, e kemi me besim, e kemi me sinqeritet, me përkushtim, a kemi në zemrat tona dashuri për Allah? A I ndjejmë ne Kur'anin kur lexohet Kur'ani? Prandaj vëllezër dhe motra, Ramazani është muaj më I begat, muaj që pranon lutjet dhe duat. Prandaj profeti jon sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar bëni këtë